Goca po ju paralajmëroj, në qoftë se nuk doni që t'ju ndalojnë gjatë gjithë kohës në rrugë dhe t'ju thonë se sa aromë e ngrënshme dhe sa aromë e mirë vini, ju lutem mos i hini këtu parfumet dhe mos më thoni pastaj që nuk ju thash. Parfumi i parë është Young Bougie Marshmallow nga Kajali. Is this one here, unë e kam originalin, por ka marrë dhe këtë versionin 50 ml nga aroma fine, është 100% njësoj dhe që mban akoma më shumë, po është aroma më e ngrënshme, më e mirë, më femërore ever. Parfum është ta hash fare, është aq i mirë, aq i ngrënshëm, sa që keni për të marrë komplimente kudo që shkoni dhe me këtë ka marrë më shumë komplimente se sa çdo parfum tjetër. Ky pastaj nga Bianco Latte është parfumi më viral që ka qenë vjet dhe vazhdon të jetë akoma on top sepse është kaq i mirë, është shumë kremoz dhe për të bërë kombinime me parfumet është thjesht the best. Çmimin e ka thjesht 15.000 lekë dhe për më tepër i keni me ekstrakt parfumi, do të thotë që këto parfume ju mbajnë gjithë ditën goca. Pastaj nëse doni një sugjerim për çuna për të dashurin tuaj, është ky, që vjen edhe me këtë paketimin shumë të bukur. Ky është dizajni më cute ever. Aroma për çunat sugjerim është Mail Elixir dhe mund t'ju them, nuk do ju shqiteni burrave o goca, është shumë i mirë, sidomos tani për verën. I porositin shumë kollaj sepse ju asjellin kudo në Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoni, madje keni posën falas në 20.000 lekë.